Tetori konsiderohet si muaji roz për ndërgjegjësimin në luftën kundër kancerit të gjirit. Në një postim në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama i bën apel grave dhe vajzave të bëjnë mamografin falas. Mirëmëngjes dhe në këtë tetor roz, me thirrjen e vazhdueshme për të bërë mamografin falas, ju uroj një ditë të mbar, shkruan Rama në rrjetet sociale. Ndërkohë atletja Luiza Gega në videon e shpërndar nga kreu i qeverisë thekson rëndësinë e vizitave dhe bërjen e mamografisë. Peshngritësja Enkilej Dacaria gjithashtu bën thirrje që të bësh kontrollin e gjirit, pasi një vizitë sot mund të shpëtojë nga një peshë rënd nesër. Edhe boksierja Esmeralda Novruzaj thekson se kontrolli i rregullt për gjirin është një raund që secila nga gra duhet ta fitojë. Në mbar botën, kanceri është një nga 3 shkaqet më të shpeshta të vdekjes së parakohshme te gratë në moshën 70 vjeç, ndaj qëllimi i kryerjes së analizave është parandalimi i hershëm i sëmundjes dhe përrritjen e mundësive për një shërim të plot të gruas. Tetori është muaj që kujtojmë se forca nuk matet vetëm në ring, por edhe me guximin për të kujdesur për veten. Si boksiere, çdo ditë luftoj për të qenë më fort mendërisht edhe fizikisht, por betejë më e rëndësishme është ajo për shëndetin tonë.